Prokuria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe dërguar në gjykatë dosjen në ngarkim të Adnan Mahmutit, pronarit të kompanive Tibo, Magowir, Tibo Al, Tibo Communication dhe Oversport, 5 shtetës të tjerë dhe aksioner e administrator të kompanive, si dhe 5 shoqëri për mashtrim me vlerë 2.2 milion euro, pastrim parash, fshehje pasurie dhe mospagim taksash. Hetimi nisi në 2023 ku shtetësja Mirdinda Hidom, biznesmene shqiptaro-gjermane, bëri kallëzim penal pasi nuk i ishte kthyer shuma e hua prej saj Mahmutit, që e kishte fituar nga shitja një pasurie të paluajtshme. Qëllimi sipas Mahmutit ishte se së bashku me ortakun e tij Sajmir Gora do të investonin në projektet Super Capital Italia dhe Oversport SHBK për transmetimet e sezoneve futbollistike të kampionatit italian Serie A dhe eventeve të tjera. Prokurorët thonë se kompani që sipas kontratës do të merreshin me investimin e premtuar i kishin parat për ta shlyer borxhin, por nuk e kanë bërë. Nga hetimet rezultoi gjithashtu se 6 të akuzuarit për mashtrim së bashku me 5 kompani kanë bërë evazion fiskal duke fshehur të ardhurat dhe nuk kanë paguar taksat. Një ekspertim kontabël i 2022-shit konkludoi se Tibo ka deklaruar rritje të madhe të detyrimeve pa dokumentacion. Ai thotë organi hetues fshihte të ardhurat reale në Tibo duke shmangur pagimin e taksave përkatëse. Të njëjtën skem kanë përdorur edhe kompanitë e tjera, tha organi hetues, që shton se Tibo ka bërë pastrim parash duke kryer transferime të shumta dhe të parsyetuara nëpërmjet firmave të tjera të rrjetit. Mes transferimeve, një borxh i dhënë për rreth 4 milion eurosh nga Tibo drejt Oversport u zhbër pa faturim tatimor dhe pa pasqyrim në bilancet financiare, si të drejtë arkëtimi. Prokuria thotë se vlerat kanë qarkulluar jashtë sistemit bankar, kryesisht kesh, dhe janë shpërndarë nëpërmjet shoqërive të lidhura me qëllim fragmentimin e gjurmëve financiare dhe vështirësimin e identifikimit të origjinës së shumave që rrjedhin nga mashtrimi dhe fshehja e të ardhurave. Tashmë dosja pritet të shqyrtohet në gjykatën e Tiranës, e cila do të vendosë nëse e kalon për gjykim ose jo kërkesën e prokurisë.